Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë me edicionin shëndror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama shpall planin Besa si reflektim ndaj protestave në bulevard, qytetarët nuk krahasohen me të vjetrën, sot kërkojmë edhe më shumë. 2 të rinj arrestohen për dhunën në protestën përpara parlamentit, ata akuzohen për 6 vepra penale pasi nxitën qytetarët të godisnin forcat e policisë. Krimi i rënd brenda familjes në Roskovec, një 35 vjeçar vret babain dhe nënën e partneres. Autori vret edhe veten i rrethuar nga policia. Gjykata administrative rrëzon padinën e Erion Veliajt kundër prokurorit Olsdado, kryebashkiaku i Tiranës ka interes të tërthort dhe jo të drejtë për drejtë. Vjojmë gjërësisht, Kryeministri Rama ka shpallur planin Besa, një dokument që synon të shënojë një moment kthese për qeverin. Në mbledhjen e zgjeruar me deputetët dhe ministrat, Rama tha se protesta ka dhënë mesazhin e saj. Askush nuk matet me të djeshmen, por sot kërkon më shumë. Ndaj sipas tij, të gjithë duhet të reflektojnë edhe të ndryshojnë. Socialistët do të shkojnë me pushime të pajisur me detyra shtëpie nga Kryeministri Edi Rama. Bëhet fjalë për një dokument të hartuar nga ai me emrin Besa, që sipas tij do të jetë metoda për ta kthyer ciklin e ri politik të rilindjes 2.0 në një përvojë të re për qytetarët. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në bes. Sipas kreut të qeverisë, kjo vjen si reflektim nga protesta qytetare, të cilat vijojnë prej më shumë se 50 ditësh, pasi problem nuk janë vetëm protestuesit, por edhe arroganca që vjen nga pushteti. Jo problemi që kanë flamingot me ne, por problemi që kemi ne me veten. Si bartës të atij besimit të mishëruar në 83 mandate. Madje kreu i qeverisë, i cilësoi qytetarët që kanë protestuar për shqetësime reale, si ata që tashmë nuk mund të tolerojnë neglizhencën dhe për këtë u jep të drejtë. Prandaj dhe bulevardi i flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë. Që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Nuk durohet më dot si deri në mbylljen e epokës më parshme. Shoqëria as nuk e çon më në përmend nëse ka dhe më keq, sepse deviza e kësaj epoke është ka edhe më mirë. Por kritika kishte edhe për ata që sipas tij kanë tentuar të përdorin tubime qytetare si manovër për të krijuar edhe më shumë urrëtie. Me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, nuk harroi dhe investimin në Zvërnec, duke u shprehur se johona ndërkombëtare ju dha për shkak të emrit të presidentit amerikan Donald Trump. Qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Gjatë mbledhjes së zgjeruar të grupit të PS, Rama u shpreh se ka hartuar dhe një dokument tjetër me emrin aneksi, por ai do t'u jepet deputetëve pas konsultimeve me krerët e komisioneve parlamentare. Një djalë dhe një vajzë janë vënë në pranga për dhunën në protestën përpara parlamentit. Ata akuzohen për 6 vepra penale pasi janë identifikuar si protagonistët e sulmeve ndaj forcave të policisë. Policia e Tiranës arrestoi 2 persona për aktet e dhunës në protestën e të njëjtës në afërsitë të parlamentit. Në pranga ranë Orion Peçi dhe Artemisa Islamaj, të cilët sipas hetimeve të deritanishme kanë pasur rol aktiv në goditjen ndaj punojësve të policisë. Sipas burimeve, Orion Peçi është identifikuar si personi që ndiste kapsolla me fuqi të lartë, i vendoste në shishe dhe i hidhte në drejtim të efektive. Si pasojë e njërit prej këtyre sulmeve, një punojës i forcave shqiponja mbeti i plagosur në kokë. Ndërkohë Artemisa Islamaj dyshohet se siguronte dhe shpërndante kapsollët tek protestuesit e tjerë, të cilët më pas i përdorin kundër forcave të rendit. 2
arrestuarit akuzohen për 6 vepra penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme, prishja e rendit dhe shqetësisë publike, kundërshtimi punojësit të policisë, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, goditja për shkak të detyrës së kryer në bashkëpunim, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive e kryer në bashkëpunim. Protesta para kuvendit nisi rreth orës 9 e vijoi për afro 8 orë. Gjatë gjithë tubimit pati momente të shumta tensioni ku protestues hodhën vezë, kapsulla dhe sende të forta në drejtim të efektive të policisë, ndërsa forcat e rendit mbajtën të paprekur perimetrin e sigurisë së parlamentit. Përplasjet mes protestuesve dhe policisë u përsëritën në disa momente gjatë ditës, duke shkaktuar edhe dëmtimin e disa efektive në krye të detyrës. Në përfundim të veprimeve policore u shoqëruan gjithsej 32 persona, ndërsa vetëm 2 prej tyre u arrestuan. Kjo e premte shënon ditën e 55 të protestave kundër qeverisë. Qytetarët e parë janë mbledhur në këto momente në sheshin Skënderbej dhe më pas do të zhvendosen drejt selisë së kryeministrisë. Protestuesit vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës, të cilin ata e bëjnë përgjegjës për cënimin e zonave të mbrojtura dhe për korrupsion. Pas tubimit në shesh, qytetarët pritet të marshojnë si çdo natë në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës. Një 58 vjeçar dhe gruaja e tij janë vrarë me armë gjahu në Roskovec. Autori i krimit është i dashuri i vajzës së tyre, i cili pas ngjarjes ka marrë peng për disa orë edhe partneren. Pak orë pas rrethimit nga policia, ai refuzoi të dorëzohej duke u vetvrarë. Pas disa orësh negociata me forcat e Renea dhe policinë e Fierit, saga kriminale e 35 vjeçarit Nertil Buzi përfundoi në mënyrën më tragjike. Pasi vrau baban e ish partneres së tij, plagosi nënën e saj dhe më pas mori peng të ren në fshatin Vidhisht të Roskovecit, ai zgjodhi të vetvritet brenda makinës me armën e gjahut që mbante me vete. Historia tronditës e nisi në mëngjes pas një konflikti në banesën e familjes Plaku, pasi autori kishte mësuar se vajza do të fejohej së shpejti. Pas debatit, 35 vjeçari qelloi me një armë gjahu duke lënë të vdekur në vend Kosta Plakun, 58 vjeç, e duke plagosur rënd Bejlere Plakun, 55 vjeçe. Pas krimit, ai mori peng ish partneren dhe u largua me automjet në fshatin Kurian. Forcat Renea e ndoqën dhe pas rrethimit nisën negociatat, duke bërë të mundur lirimin e vajzës 24 vjeçare, Rozalinda Plaku. Përpjekjeve për të bindur autorin të dorëzohej, ju bashkuan edhe prindërit e tij. Cili thajt që ndërin pasi, mirë, atërtën thashëm? Nën presionin e krimit dhe i gjendur pa rrugdalje, Nertil Buzi u vetvra në orët e pasdites. Më herët, familjarët e vajzës denoncuan faktin se autori njihej edhe nga drejtësia si problematik. Kjo ngjarje është, do të thënë, e paralajmëruar disa herë, se është kapur disa herë ky person. Në fjalë edhe policia ka prokuroria nxjerr, urdhëroi sot është një ngjarje e rëndë. Ata thanë gjithashtu se 35 vjeçari ka kërcënuar edhe më herët vajzën, jo vetëm në fshat, por edhe në Tiranë, ku Rozalinda studion për infermiere. Po probleme si çift kanë qenë diku kanë qenë lidhur, e ndarë, kjo situatë sot. Atëherë gjitha është për ndarjen e vajzës? Kjo është lajmëruar kushte disa herë, ka qenë edhe me kërcënime, ka kërcënuar edhe në Tiranë vajzën duke punuar atje. Po i dhunshëm ka qenë ai, edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Për kërcënimet e vazhdueshme, autori i krimit ishte shoqëruar dhe arrestuar edhe më parë nga policia, por konflikti me familjen e vajzës kishte vijuar pas zgjedhje, derisa përfundoi në vrasje. Padia e kryebashkiakut Erion Veliaj kundër prokurorit Olsi Dado është rrëzuar nga gjykata administrative. Në vendim thuhet se Veliaj ka interes të tërthort edhe jo të drejt për drejt, ndaj pretendimet e tij nuk merren parasysh. Gjykata administrative rrëzoi Padin Erion Veliajt kundër Ols Dados, prokurorit që e ka hetuar. Gjykata vlerëson se Padin Erion Veliajt ka interes të tërthort, por jo interes të drejt për drejt. Ndërsa Bashkia Tiranë jo vetëm që nuk ka interes të drejt për drejt, por i ka as interes të tërthort. Vendimin e 24 korrikut Plarent Ndreca paralajmëroi se do ta dërgojë në apelin administrativ. Ishte një vendim i pritshëm, më shumë se sa
pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë i qartë se zoti Dado nuk është i emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Në asnjë moment gjatë gjithë procesit zoti Dado nuk ka thënë që unë jam prokuror i emëruar në mënyrë të ligjshme. Më herët gjatë seancës, Erion Velia i parapriu vendimarrjes, duke thënë se do të sillnin fakte për të provuar qëndrimin e tyre. Ne do të provojmë që edhe shtëpia e Olc Dados në Pogradec është vënë në dispozicion të emërimit të tij. Do të sjellim prova dhe se kush i paguan faturat e ujit dhe të dritave në atë shtëpi. Se mësuam dhe ne si provohet pronari faktik. Kryebashkiaku Velia i goditi në gjykatën administrative dekretin e presidentit Bamir Topi të 2008-s për emërimin në sistemin gjyqësor të Olc Dados. Sipas padis, ai nuk e kishte kryer shkollën e magjistraturës siç e kërkon ligji, ndaj nuk do duhet të ishte në radhët e prokurorëve. Një tjetër operacion është finalizuar nga policia e Tiranës, e cila sekuestroi më shumë se 300 doza kokainë dhe kanabis. Në pranga është vënë një i mitur 16 vjeçar për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Gjatë kontrollit fizik, policia gjeti dozat e drogës, ndërkohë që i sekuestruan një shumë parash dhe 2 celular. I mituri pritet të merret në pyetje nga hetuesit për të zbardhur identitetin e personave të tjerë të përfshirë në shitjen e kokainës. Besohet se këta të fundit janë furnizuesit e drogës dhe kanë përdorur 16 vjeçarin për të shpërndarë lëndën narkotike. Një sipërfaqe e madhe me pyje është shkrumbuar në Voskopoj. Gjatë gjithë ditës situata ishte kritike pasi flakët u përhapën nga era, por në fund situata është vënë nën kontroll. Është shuar zjarri që përfshiu zonën mes fshatit Lekas dhe Voskopojës në bashkinë Korç. Flakët u reaktivizuan këtë të premte në ditën e tretë, duke marrë për masa të mëdha dhe duke u përhapur në sipërfaqe pyjore me pisha. Megjithëse autoritetet kishin njoftuar se vatrat ishin vënë në kontroll plotësisht, erërat e forta favorizuan reaktivizimin e flakëve, duke bërë më të vështirë ndërhyrjen në terren. Ekipet punuan të ndara në grupe, duke krijuar korridore mbrojtëse për izolimin e vatrave aktive dhe për ndalimin e përhapjes së mëtejshme të flakëve, fal ndërhyrjes së forcave në terren, si dhe rreshjeve të shiut që përfshin zonën. Zjarri u vu plotësisht nën kontroll. Nga zjarri janë përshkuar rreth 5 hektar sipërfaqe me bimësi të ulët, shkurre dhe pisha. Zona mbetet në monitorim edhe në orët në vijim për të parandaluar çdo reaktivizim të mundshëm të vatrave. Një i moshuar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të ndodhur paraditën e kësaj të premte në aksin rrugor Peqin Elbasan. Ngjarja ndodhi në fshatin Përparim, ku sipas policisë, Agim Domi, 70 vjeç, është përplasur nga një furgon teksa po lëvizte në rrugë. Për shkak të goditjes së fortë, ai pësoi dëmtime të rënda dhe ndërroi jetë në vend ngjarje. Policia po heton rrethanat e aksidentit për të parë nëse shoferi i automjetit ka kryer shkeljen e rregullave të qarkullimit. Pika e kalimit kufitar në Kapshtic do të ndërpres përkohësisht funksionimin të hënën më 27 korrik për shkak të grevës së punonjësve të doganës greke. Autoritetet bëjnë të ditur se nga ora 5 deri në orën 10 do të pezullohet plotësisht lëvizja e automjeteve në këtë dogan. Gjatë këtij intervali nuk do të lejohet kalimi mjeteve as në hyrje dhe as në dalje, ndërkohë qytetarëve dhe bizneseve u kërkohet që të shmangin kalimin nga Kapshtica gjatë kësaj periudhe për të mos u përballur me vonesa në kufi. Kuvendi i Kosovës pritet të konstruktohet në datë 6 gusht. Ushtruesja e detyrës së presidentes bëri thirrje për konsensus pasi dështimi në zgjedhjen e kreut të ri të shtetit e çon vendin sërish në zgjedhje të reja. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka vendosur që seanca konstituive e kuvendit të zhvillohet më 6 gusht. Vendimi vjen pas përfundimit të procesit të certifikimit të rezultateve zgjedhore, ndërsa partitë politike vijojnë përpjekjet për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.
Duke qenë se ende nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, kam vendosur, pra me njëherë pas certifikimit aso kohe, që të mos e thras me nguti seancën konstituive, por të shfrytëzoj afatin që lejon kushtetuta për të krijuar partive politike, hapësirën e nevojshme për dialog dhe për ndërtimin e një konsensusi. Prandaj, sot ju njoftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht në orën 10. Pra ditë e enjte. Haxhiu tha se është përgjegjësi e të gjithë palëve parlamentare për themelimin e institucioneve të reja, duke shtuar se duhet të shmangen zgjedhjet e reja. Caktimi i datës për seancën konstituive vjen në një kohë kur bisedimet për një marrëveshje të mundshme për krijimin e institucioneve mes partisë fituese, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës janë pezulluar. Nëse presidenti nuk zgjitet brenda 60 ditëve nga dita e konstituimit të kuvendit, atëherë organi ligjvënës shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Nëse Kosova mban sërish zgjedhje, atëherë ato do të ishin votimet e 4-ta parlamentare që nga shkurti i vitit të kaluar. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.